Ja se çfarë ndodh tretjes, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni ullin çdo ditë. Ullin të klasifikohen në fruta me bërthamtë të njëjtës familje botanike ku përfshihen qershit dhe pjeshkët. Ullin jeshil mblidhen në fillim të sezonit ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura me yndyrna të shëndetshme për organizmin e njeriut. Në këtë video do të gjeni të listuar përfitimet të rëndësishme që merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Sipas Healthyside, përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të përmirësojë shëndetin tuaj të kockave. Një studim i fundit tregoi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj edhe konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për të pasur kocka më të forta dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato ulin nivelin e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin gjithashtu kolesterolin e mirë, largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit, gjithashtu edhe problemin e dhimbjeve. Prandaj ato mund të cilësohen si një zgjidhje mjaft e mirë produktive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ullint janë gjithashtu shumë më të pasur me antioksidant të vlefshëm në rigjenerimin e organizmit. Ullint janë në një burim i shkëlqyeri, biofenoleve, këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut dhe gjithashtu mund të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj. Ullinjtë janë të pasur me baktere të mira për shëndetin e stomakut. Ullinjtë përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizëm. Ullinjtë janë efikas kundër problemit të rrullave. Ullinjtë përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës, largon rrullat me të paktën 20%. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyra mono të pangopura dhe ulin riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumohen ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Ullinjtë përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë në tretjen edhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për informimin e trurit që jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar sa më shpesh të jetë e mundur, edhe përdorimi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një zgjidhje produktive në rigjenerimin e trupit dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve. Ullinjtë përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë në tretjen, dhe gjithashtu konsumi i tyre mund të jetë një zgjedhje produktive e dietës suaj së përgjithshme. Ullinjtë janë fruta të pazakontë për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të yndyrës. Yndyra e tyre është e bollshme edhe me acid oleik, i cili mund të ketë disa përfitime shëndetësore. Ato gjithashtu përmbajnë në karbohidrate 4 deri në 6%, shumica e të cilave përbëhen nga fibrat. Ullinjtë janë një burim i mirë i vitaminës C, hekurit, bakrit dhe kalciumit. Ato gjithashtu mund të përmbajnë sasi të larta të natriumit nëse paketohen në ujë me krip. Ullinjtë janë veçanërisht të pasur me antioksidant, duke përfshirë këtu edhe trisol, acid oleonolik dhe quercetin. Gjithashtu ullinjtë kanë vlera të mira për shëndetin tuaj. Ullinjtë janë një element kryesor i dietës mesdhetare. Ato janë të lidhura me shumë përfitime shëndetësore, veçanërisht për shëndetin e zemrës dhe parandalimin e radikaleve të lira. Antioksidantët dietik kanë treguar se zvogëlojnë riskun e sëmundjeve kronike të tilla si sëmundjet e zemrës dhe radikalet e lira. Ullinjtë janë të pasur me antioksidant me përfitime shëndetësore, duke filluar që nga luftimi i inflamacioneve deri në zvogëlimin e rritjes së mikroorganizmave. Ato përmirësojnë edhe shëndetin e zemrës. Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i gjakut janë dy faktorë rreziku për sulme në zemër. Acidi oleik, acidi kryesor yndyror të ullinjtë, shoqërohet me përmirësime të shëndetshme të zemrës. Ato mund të rregullojnë nivelin e kolesterolit dhe të mbrojnë kolesterolin e keq nga oksidimi. Për më tepër, disa studime vërejnë se ullinjtë dhe vaji i ullirit mund të ulin presionin e gjakut. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e dobët e tyre.
Mund të rritet gjithashtu risku i frakturave. Shkalla e osteoporozës është më ulët në vendet mesdhetare sesa në pjesë të tjera të Europës, duke çuar në spekullime se ullint mund të mbrojnë nga kjo gjendje. Ullinjt dhe vaji i ullirit gjithashtu janë shumë të rëndësishëm edhe konsumohen me vazhdimsi në rajonet e mesdheut, ku niveli i radikaleve të lira dhe problemeve kronike është më i ulti se në vendet e tjera perëndimore. Gjithashtu, nëse doni që të keni edhe një tolerim më të mirë kundër alergjive, ullinjt janë një zgjidhje e mirë. Ato rrallë mund të shkaktojnë alergji. Ullinjt tolerohen mirë nga shumica e njerëzve, por mund të përmbajnë në sasi të larta të kripës. Prandaj duhet i shpërlani përpara se t'i konsumoni, në mënyrë që të merrni vetëm përfitimet e tyre në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vaji i ullirit është një produkt i cili mund të cilësohet si një zgjidhje e pasur për mbrojtjen e organizmit. Në të mund të shtoni edhe ullinj si xhan. Çdo popullat në botë që ka bazuar ushqyerjen e saj te vaji i ullirit dhe te ullinjt, ka pasur shëndet më të mirë dhe jetë më të gjatë. E njëjta gjë vlen gjithashtu edhe për vendin tonë, kur në zonat ku konsumohet vaji i ullirit, përmirësimi i organizmit është vërtet i madh. Vaji i ullirit mund të kombinohet në mënyrë të shëndetshme me ushqimet e tjera. Të dhëna shkencore sugjerojnë vajin e ullirit në kombinim mjaft të mirë me ushqyesi dhe përbërësit e sallatave. Po kështu ullinjt dhe vaji i ullirit mund të ulët tensionin e gjakut dhe të mbrojë edhe shëndetin tuaj fal yndyrnave omega-3 që përmban. Nëse vajin e ullirit e përdorni për marinim ose gatimin e mishit, atëherë do t'i jepni atij një shtresë më të mirë të antioksidantëve dhe do të largoni kimikatet e dëmshme që çlirohen gjatë temperaturave të larta. Nëse vajin ekstra të pasur të ullirit e përdorni me perime, atëherë do të përfitoni një dozë të fuqishme të antioksidantëve dhe të vitaminave. Antioksidantët e vajit i ullirit janë të rëndësishëm për shëndetin. Antioksidantët e ushqimeve dhe ndikimi i tyre në organizëm dhe në mirëqenien tonë kanë qenë gjithmonë një subjekt i rëndësishëm i studimeve shkencore. Autoritetet për sigurinë shëndetësore në Bashkimin Evropian kanë pranuar rëndësinë e antioksidantëve të vajit ekstra të pastër të ullirit që ul kolesterolin, një nga shkaktarët më të këqij të problemeve të zemrës. Antioksidantët e vajit i ullirit arrin të neutralizojnë kimikatet e këqija që formohen në trup dhe shkaktojnë një sër problemesh të rënda. Lloje të ndryshme të vajit të ullirit dhe kokrat e ullirit mund të përdoren në receta të ndryshme. Gjithashtu është e rëndësishme ta konsumoni brenda normës lejuar në mënyrë që të merrni vetëm përfitime. Vaji i ullirit dhe ulliri është pa diskutim mbreti tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmbajnë fenole sterile, acide yndyrore si acid linolik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrna esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit mund ta konsumoni në gjellra, sallatra, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini një lugë gjedhe vaj ullirit çdo ditë me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk, të pini një lugë gjedhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit imunitar. Ushqen flokun e thatë trajton akne dhe rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ose i kombinuar me të verdhën e vezës, pure korote ose vaj kokosi dhe fytyra do të ndjejnë ndryshime të para. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen një sër funksionesh, metabolizon të gjitha elementet ushqimor dhe gjithashtu ndihmon edhe në përthithjen e vitaminave të duhura. Prandaj që ajo të punojë si duhet, mund të shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi as në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve duhet të konsumohet vetëm ushqim i pasur me vaj ulliri ose ullinj për një dietë më të shëndetshme dhe për të parandaluar këto komplikacione, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.